Horoskopi për datën 8 prill 2026. Dashi, sot ke një energji të fortë brenda vetes që të shtyn të bësh diçka ndryshe. Mendimet janë të shpejta dhe plot ide të reja. Është mirë të mbash disa plane për vete derisa ti kuptosh më mirë. Intuita është shumë e fortë dhe të ndihmon në veprime, sidomos për para dhe siguri. Nëse ndjek zemrën, mund të gjesh rrugën e duhur dhe ke një mundësi të mirë. Ngjyra me fat për sot e kuqe, koha me fat rreth orës 2. Kalojmë ke shenja e Demit. Sot ndihesh i sigurt dhe ke një besim të madh në veten tënde. Është një ditë ku mund të bësh hapa të rëndësishëm dhe të tregosh vlerën tënde. Mos lejoj që mendimet e të tjerëve të ngatarrojnë, sepse rruga jote është ajo që ka më shumë rëndësi. Njohjet e reja mund të sjellin mundësi të bukura. Nëse merr iniciativë, mund të arrish diçka që e ke menduar prej kohësh. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 11 deri në 12. Binjakët. Sot mund të marrësh një lajm të mirë ose një vlerësim për një punë që e ke bërë më parë. Ke mbështetje nga të tjerë dhe kjo të jep forcë. Mendja jote është kreative dhe e hapur për ide të reja. Mos ke frikë të provosh diçka ndryshe. Me pak përqendrim dhe durim mund të bësh hapa të mëdhenj drejt një qëllimi që ke. Ngjyra me fat e verdh, koha me fat 10 deri 11 paradite. Gaforja. E dashur Gafore, sot ti ke një dëshirë të fortë për liri dhe për të ndjekur rrugën tënde. Nuk do që të tjerët të pengojnë, por kjo nuk do të thotë se nuk ke nevojë për ta. Mund të mësosh diçka të re ose të frymëzohesh nga një ide interesante. Një mik mund të jap një këshill të vlefshme. Ndiq ritmin tënd dhe mos u ngut. Ngjyra me fat për sot blu, koha me fat ora 4 deri 5 pasdite. Luani. I dashur Luan, sot je në qendër të vëmendjes dhe të tjerët të shohin me respekt. Është një moment i mirë për të treguar aftësitë tua dhe për të filluar diçka të re. Idetë ndryshe të sjellin sukses, por mos ke frikë të dalësh nga rutina. Energjia jote pozitive ndikon edhe tek të tjerët dhe të hap rrugë të reja në punë ose në jetën personale. Ngjyra me fat është ngjyrë ari, koha me fat 1 deri në 2. Virgjëresha. Sot e dashur Virgjëresh, njerëzit rreth teje janë më të hapur dhe më të gatshëm për bashkëpunim. Edhe nëse planet ndryshojnë, kjo mund të sjellë një mundësi më të mirë. Je më e guximshme për të provuar gjëra të reja. Bisedat janë të rëndësishme, por veprimet kanë më shumë vlerë. Nëse ti merr ndonjë iniciativë, mund të arrish suksese të mira në një kohë të shkurtër. Ngjyra me fat është ngjyra gri, koha me fat 9 deri në 10 paradite. Peshorja. Sot e dashur peshore, ndjen nevojën për qetësi, por rrethana të shtyn të bësh lëvizje të reja. Është një ditë e mirë për të provuar diçka ndryshe dhe për të dalë nga rutina. Është një hap i vogël që mund të të çojë në një ndryshim të madh. Mund të zbulosh diçka të rëndësishme për financat ose në një marrëdhënie. Beso më shumë tek vetja. Ngjyra me fat kafe. Koha me fat 3 deri në 5 pasdite. Akrepi. Sot je plot energji dhe dëshirë për të bërë diçka që të pëlqen. Marrëdhëniet me të tjerët përmirësohen dhe komunikimi është më i hapur. Është një moment i mirë për të shprehur ndjenjat dhe idetë. Një projekt kreativ ose një lidhje mund të marrë një drejtim të ri. Mos u ndal sepse sot ke forcën për të ndryshuar shumë gjëra. Ngjyra me fat është e zezë, koha me fat 6 deri në 7 pasdite. Shigjetari. I dashur shigjetar, sot energjia jote është shumë e përqendruar tek shtëpia dhe familja. Është një moment i mirë për të rregulluar gjërat që të kanë shqetësuar. Lëri pas mendimet negative dhe fokusohu tek e ardhmja. Me ide të reja mund të përmirësosh jetën tënde. Edhe punët e vogla sot mund të japin një ndjenjë të madhe kënaqësie dhe qetësie. Ngjyra me fat është portokalli, koha me fat është mesdita. Kalojmë tek Bricjapi. I dashur Bricjap, sot mendja jote është plot ide dhe dëshirë për të provuar gjëra të reja. Një bisedë apo lajm mund të të japë
diçka që nuk e ke parë më parë. Është një ditë e mirë për komunikim, për të mësuar ose për të ndarë mendimet e tua. Nëse vepron me besim, mund të arrish një rezultat të mirë. Ngjyra me fat jeshile. Koha me fat 5 deri në 7 pasdite. Ujori. Sot je në gjendje të shohësh gjëra ndryshe dhe të gjesh zgjidhje për probleme të vjetra. Mund të përmirësosh situatën financiare ose ndoshta do të bësh ndryshim në shtëpi. Ke një guxim për të marrë vendime të rëndësishme. Energjia jote pozitive ndikon tek të tjerët dhe kjo mund të sjellë një atmosferë më të mirë rreth teje. Ngjyra me fat blu e hapur. Koha me fat 11 deri në 1 në mesditë. Peshqit. Të dashur peshq. Sot ndiheni më të lirë dhe më të sigurt për të shprehur veten. Idetë tua janë të forta dhe komunikimi është i qartë. Mund të nisësh diçka të re ose të ndryshosh mënyrën si çe një problem të vjetër. Mos ki frikë të marrësh iniciativa, beso tek vetja, sepse sot ke energjinë dhe guximin për të ecur përpara. Ngjyra me fat vjollc. Koha me fat 19. Ky është horoskopi për datën 8 prill 2026. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar. Të nderuar miq, mund të na gjeni edhe në TikTok me të njëjtin emër, Zgjeron Njohuri. Faleminderit.